Sot dua të flas me ju për emocionet. Emocionet mund të jenë ata që të na ndihmojnë neve të ecim përpara në jetë, mirë po mund të jenë edhe të dëmshme. Dhe ne e dim se armiku e ka pjesën më të mirë kudo ai të punoj me ne dhe është pjesa hapësira e mendjes tonë. Dhe emocionet tona janë të lidhura drejt për drejt me të menduarit tonë. Prandaj armiku do ta bëjë më të mirën e tij që t'i përdor emocionet kundrejt teje. Sepse armiku e di në qoftë se do të arrinte që të bëj ty, që të jetosh jetën tënde, vetëm në mënyra se si ndihesh. Atëherë ai do të jetë në gjendje që të mbajë ty të dështuar. Dhe shumë njerëz në ditët e sotme kanë ngelur në këtë grack të këtij armiku dhe i lejojnë emocionet që ta drejtojnë jetën e tyre. Nëse zgjohen në mëngjes në një gjendje shpirtërore të keqe dhe duke u ndjerë si të mërzitur, ata e ndjekin këtë ndjenjë dhe shkojnë gjatë gjithë ditës në depresion. Edhe kur shkonin në ndonjë dyqan, ndihen sikur duan të blejnë diçka dhe ndihen se nuk e lejojnë veten që të blejnë gjëra të tilla dhe lejojnë emocionet e tyre që t'i drejtojnë. Por miqtë e mi, ju nuk mund vetëm të ndiqni ndjenjat e juaja dhe të pritni që të keni ndonjë fitore në jetën tuaj. Ju më mirë është ta kuptoni se nuk mund të mvareni nga ndjesitë e juaja, sepse ndjesitë në mënyrë konstante ndryshojnë. Mund të ndihesh lart në një moment dhe në momentin tjetër të ndihesh poshtë. Askush nuk mund të garantojë se si do të ndihesh. Mund të shkosh të biesh në shtrat në një gjendje shpirtërore shumë të mirë dhe zgjohesh pas një arsye, je i nervozuar, nuk do të shkosh në punë, nuk do të mirësh me njerëz. Do me thonë, ti duhet të marrësh vendim, a do të ndjekish këto ndjenja që janë negative dhe që të bëjnë një viktim, ose ti do të zgjedhish që të jesh ai i cili do të jap rregulla emocioneve të juaja dhe ju do të urdhëroni emocionet e juaja. Dhe ju do të jeni i lumtur pa marrë parasysh se cilat janë ndjesitë e juaja. E shikoni pra, emocionet do të ju dërgojnë juve në secilin drejtim. Dhe e vërteta është se ne asnjëherë nuk do të lirohena nga emocionet negative, por duhet që t'i kontrollojmë ne ata emocione dhe jo emocionet të na kontrollojnë neve. Ajo që dua unë të shihni është se ju duhet që të keni kontroll mbi ndjesitë e juaja. Edhe vetëm për arsye se ndjesitë tuaja janë dekurajuese, nuk do të thotë kjo që edhe ti të qëndrosh i dekurajuar gjatë gjithë ditës. Vetëm se ti ndjen në një zemërim nuk do të thotë se ti duhet t'i dorëzohesh këtij zemërimi. Duhet ta njohësh se cilat janë emocionet tua, se pse emocionet mundohen që të kontrollojnë ty. Duhet të jesh i disiplinuar dhe t'i bësh gjërat e duhura, pa marrë parasysh se çfarë ndjesish ke. Nëse ti jeton në këtë nivel të mjegullës, atëherë ti do të përfundosh me nervoza të ndryshme, duke thënë gjëra që nuk duhet t'i thuash, të blesh gjëra që nuk duhet t'i blesh dhe të hash gjëra që nuk duhet t'i hash. Dhe kjo do të shkaktoj tek ju lloj problemesh. Dhe e gjitha kjo është për arsye se ju lejoni ndjesitë e juaja të urdhërojnë jetën tuaj. Nuk jeni i disiplinuar. E merrni vetëm rrugën e cila është më e lehtë. Dhe unë do të jem e sinqertë me ju, sepse është shumë më lehtë që vetëm të bëjmë gjërat që ne i ndjejmë. Është shumë lehtë që ne vetëm të shajmë, kur nuk mund t'ia dalim ndryshe, sesa të qëndrojmë ftohtë dhe mos të përgjigjemi, është më lehtë. Lehtë që të jemi të hidhruar dhe mos t'ia falim dikujt tjetër. Është më lehtë që të qëndrojmë në shtëpi dhe të shikojmë televizor, sesa të shkojmë fitness dhe të ushtrojmë. Që të kemi kujdes për trupin tonë. Këtë trup që na dha Zoti.
Por kur ne jetojmë këtë jetë të një përtaci dhe që nuk është e disiplinuar, kjo du të na mbaj neve në mediokritet. Dhe është një thënie që është kështu, është më mirë të kesh një kontroll mbi veten se sa të sundosh një qytet. Do me thënë, tani vetë kontrolli do të thot ajo që edhe ndëgjohet. Ju duhet ta kontrolloni veten tuaj. Me fjalë të tjera, kur ndjeni se emocionet e juaja nuk janë në gjendje që të ju ndihmojnë juve, dhe nëse tani e keni ushtruar vetë kontrollin, atëherë nëse dikush do t'ju ofendoj, ju do ta mbani gojën të mbyllur. Dhe tani, vetë kontrollin në realitet do të thotë është ajo kur ju e ushtroni fuqinë tuaj. Dhe tani ju nuk shikoni gjëra që e dini se nuk duhet të shikoni. Dhe nuk i jepni lejen ndjenjave të juaja të bëjnë një gjë të tillë. Tani duhet të ushtroni me fuqi dhe ta hudhni atë gjë që nuk duhet ta shikoni, mos ta shikoni. Dhe tani nëse mishi ose trupi yt kërkon të hani akullore, ju tani keni ushtruar vetë kontrollin dhe do t'i thoni vetes jo. Më pëlqen shumë akullorja, më pëlqen shumë. A e dini se sa shumë probleme ne të gjithë mund të shmakë, në qoftë se nuk i lejojmë ndjenjat tona të diktojnë jetën tonë. Mendoni për të gjithë problemet shëndetësore që njerëzit kanë sot, sepse ata nuk janë të disiplinuar në emocionet e tyre. Jetojnë të gjithë në stres, të brengosur, të shtërnguar, nuk hanë ushqimin e duhur, nuk ushtrojnë. Mendoni për marrëdhëniet martesore. Ata kanë probleme dhe shkatërrohen vetëm sepse njerëzit duan të kënaqin mishin e tyre. Nuk duan të falin, flasin gjëra që e dinë se nuk duhet t'i flasin. Jetojnë nga ndjesitë e tyre në vend se të bëjnë gjëra që i dinë se janë të duhurat. Dhe ndoshta disa nga ju e dini sot se ju duhet të t'i kërkoni falje bashkëshortit ose bashkëshortes suaj. Sepse Zoti në çdo kohë të flet ty. E ti e dëgjon këtë zërin e Zotit në zemrën tënde. Dhe ai të thotë kërko falje. Por ja ku është problemi? Ti nuk e ndjen se duhet ta bësh një gjë të tillë. Dhe kjo do të lëndoj krenarinë tënde. Dhe tani ju i lejoni ndjesitë juaja, ju e lejoni mishin tuaj që të mos ju lejoj juve ta bëni një gjë të tillë. E largon juve nga fitoria dhe ju thoni Mimoza nuk është faim. Ai është personi që ka gabuar. Ajo ka gabuar. Dëgjoni, nuk ka rëndësi. Në qoftë se Zoti të thotë ty ta bësh një gjë të tillë, ti duhet ta bësh. Mos je një person që ngec, bëju një person më i madh dhe sundo emocionet tua. Bëj atë që është e duhur, edhe nëse ke ndjesi të mira për këtë, edhe nëse jo. Nuk ja vlen që të shkatrosh martesën tënde, vetëm sepse ty të vjen vështirë të kërkosh falje. Dhe se ke një kokë të fortë. Dhe tani i lejon ndjenjat tua të dalin para teje. E shikoni. Ne asnjëherë do të arrijmë në pikën ku ne gjithmonë do të ndihemi që të trajtojmë çdo person në mënyrën e duhur. Ndoshta mund të qëndroni afër njerëzve të cilët të nervozojnë shumë. Njerëz të cilët janë shumë të vështirë që ti të merresh me to. Dhe ndoshta ti nuk ke ndjesi se duhet që të ju falësh atyre. Ndoshta nuk ke ndjesi se duhet që ti trajtosh ata me respekt. Por ju e dini, ne këtu duhet të jemi ata që du të duam edhe armiqt tanë. Dhe ne jemi tani këtu që të ju bëjmë mirë edhe atyre që na përdorin neve. Sepse nëse ti ke ndjesi se e duash, nëse ke ndjesi se duhet t'i falësh, nëse ke ndjesi se bësh mirë, me thënë në qoftë se ne duam të jetojmë në fitore, ne duhet t'i tejkalojmë ndjesitë tona. Tejkalojmë emocionet tona, tejkalojmë mishin tonë, të jetojmë një jetë të disiplinuar dhe të bëjmë atë që është e duhur, edhe në qoftë se e ndjeni, edhe në qoftë se nuk e ndjeni.
Dhe ju tani ndoshta do të thoni se ato videot e mëparshme që i ke bërë Mimoza më pëlqyen më shumë se kjo që e the sot. Por kjo është vendi ku rrota e takon rrugën, sepse kjo është diçka që do të ju ndihmojë juve të rriteni. Dhe tani është edhe një thënie tjetër. Ata që jetojnë jetën vetëm për trupin e tyre ose për mishin e tyre nuk mund ta kënaqin Zotin. Sepse ata që i dorëzohen apetitit ose mallkimeve të natyrës son, të pakulturuar, nuk mund të ta kënaqin Zotin. Mendo se çfarë do të thotë kjo. Për shembull, shkojmë në restorant dhe ulemi aty dhe ne kërkojmë nga kamarieri të na sjellë të gjithë gjërat që duam. Duam më shumë ketchup, majonez, ujë, ushqime të ndryshme dhe ata na sjellin neve çdo gjë që ne duam. Dhe kjo do të thotë ajo që ta kënaqësh trupin tënd ose mishin tënd, sepse ti i jep atij çdo gjë që do. Trupi jot të thotë se unë do ta shikoj këtë film, edhe pse nuk është film i mirë. Është film i pist. Kjo është okay. Dua që ta blej këtë pajisje, edhe pse nuk kam para mjaftueshëm. Është okay, bleje. Dua që të nervozohem dhe të bëj tjetrin për askull. Dua që t'i bërtas tjetrit dhe dua të ofendoj. Okej, bëj atë. Dua të flej shumë, të jem një përtas. Okej, flej. Nuk dua që të fal, dua që ta mbaj inatin. Okej, jeto me inat. Ti je bosi, bëj çfarë do që të duash. Shumë njerëz jetojnë në këtë mënyrë. Ata i përshtaten vetëm trupit të tyre. Dhe ata bëjnë çdo gjë që ju thot ndjenja të bëjnë. Dhe me thënë, por kur jetojmë një jetë të tillë në këtë mënyrë nuk e kënaqim Zotin. Dhe në qoftë se ne nuk e kënaqim Zotin, ne nuk do t'i arrijmë bekimet e tij. Tani nëse do të arrish në një nivel tjetër në jetë, në qoftë se do të përjetosh më të mirën e Zotit, duhet të rritesh, duhet të jesh në njeri më i matur, duhet të tejkalosh ndjesitë tua, duhet që të ndalosh më të japësh trupit tënd gjërat që i kërkon. Dhe dikush më thot mua, po unë jam me të vërtet mirë dhe unë jam i pjekur dhe jam i rritur dhe mendoj mirë. Dhe unë i them, po atëherë pse nuk tregojnë këto fruta në qoftë se jeta yte mendon se është ashtu si ti thua. A esni në dashuri, a i trajtoni njerëzit me respekt, a i bëni gjërat e duhura, kur gjërat jo të duhura të ndodhin ty, apo ti jeton vetëm në bazë të ndjesive tua, çdo herë duke ja kënaqur kërkesat trupit tënd. Ne duhet që të rritemi, të mësohemi, të bëjmë gjërat e duhura në mënyrë speciale, kur ne nuk kemi ndjesi se duhet t'i bëjmë disa gjëra që janë të duhura. Vetëm sepse unë nuk kam ndjesi që duhet t'i kërkoj ndjes dikujt, kjo nuk do të thotë se nuk duhet ta bëj. Edhe në qoftë se je në makinë dhe dikush të nervozon sepse ndalon makinën para teje, atëherë ti çfarë duhet të bësh? Pra, duhet të rritesh, duhet të qëndrosh dhe mos të dalësh dhe të bërtasësh. Duhet ta kalosh këtë testim dhe Zoti do të ju dërgojë një hap përpara. Kur shkoni në shopping mall për shembull, më dëgjoni mirë ju femra, ju doni të harxhoni para këtu e të harxhoni para atje. Edhe nëse nuk mund t'i lejoni vetes një gjë të tillë, ju i lejoni që emocionet e juaja të ju kontrollojnë. Mos i lejoni emocionet të ju kontrollojnë. Dhe këto fjalë janë vetëm për ju gra, për ju femra, sepse trupi do të jetë diktatori i jetës sonë. Trupi juaj don që të urdhëroj dhe të sundoj jetën tënde. Dhe në qoftë se e bën gabimin që të jetosh në bazë të ndjesive tua dhe gjithmonë i japësh trupit tënd çdo gjë që ai kërkon, juve do të qëndroni shpirtërisht të pamatur dhe kjo gjë do të ju mbajë juve në mediokritet. Ndonjëherë Zoti do të testojë emocionet tona dhe do të na lejojë neve që të arrijmë në strese të mëdha. Do të ketë periudha kur ju do të jeni dekurajuar në depresion.
Ndoshta do të arrini në ndonjë situatë ku ju shumë lehtë mund ta humbisni kontrollin tuaj. Dhe dikush është shumë i ashpër me ju. Dhe asgjë nuk shkon në rrugën tuaj. Dhe ju do të jeni aq i nervozuar sa që do të ndiqni emocionet e juaja dhe do të përlesheni me ndonjë person. Ose do të jeni aq të nervozuar sa që do të shmangeni në një skaj dhe do të keni ndjesi për veten tuaj si një viktim. Dhe pse nuk e kuptoni se kjo është një kohë e një testimi? Zoti do ta di, a do ta lejosh ti trupin tënd që të jetë diktatori i jetës tënde? A do të jetoni vetëm nga ndjesitë e juaja dhe t'i jepni atyre çdo gjë që doni? Ose do të rriteni? Ose ju do të sundoni emocionet e juaja? A do ta kaloni këtë test? Të qëndroni qishëm, të fortë dhe të bëni gjërat e duhura, edhe në qoftë se edhe atëherë kur gjërat të këqija ndodhin në jetën tuaj. Ndonjëherë për shembull unë zgjohem në mëngjes dhe çdo gjë që më vjen në mendje është çdo gjë e keqe që ndodh në botë. Për çdo gjë që do të bëj aty, dhe sa do të jetë e vështirë, dhe ndepa mos bërë dush, unë e ndjej këtë barë të rëndë, këtë dekurajim, dhe them, o Zot, çfarë ditë do të jetë kjo? Dhe kjo nuk më ngjan mua. Dhe unë e pyet, Zot, pse ndihem në këtë mënyrë? Çka nuk është në rregull me mua? Dhe pastaj unë do të kthehem tek ajo fjali që e thash pak më parë. Zoti do të testoj emocionet tona. Dhe më duk se më foli në zemrën time diçka duke më thënë se këto janë vetëm një testim i emocioneve. Dhe unë e kuptova se unë duhet që të urdhëroj emocionet e mia dhe jo ata të më urdhërojnë mua. Vetëm se kam këtë barë nuk është e thënë që dita ime të jetë e tillë. Unë mund të zgjedh si do të jetë dita ime. Unë mund të zgjedh të jem i lumtur pa marrë parasysh se çfarë ndjesish kam. Më them, unë nuk jam një viktim, unë jam një fitimtare. Unë e dua këtë ditë që ti e krijove, unë do të kënaqem në këtë ditë dhe unë do të vendos që të gjej atë që ti ke krijuar për mua. Dhe lutem tani le të kthehemi tek realiteti. Dhe le të shohim se sa njerëz jetojnë vetëm nga impulset e natyrës. Ato gjithmonë vetëm flasin, çka kanë në mendje. Nuk falin, i mbajnë këto idiotësira në vete. Sillen shumë keq, kanë një gjendje shpirtërore shumë të keqe. Dhe këto janë të gjithë impulset e zakonshme. Të gjithë këto janë shenja të jo maturitetit. Më thënë, ne jetojmë jetën e trupit tonë, në qoftë se ne jetojmë në kontrollën e këtyre impulseve. Dhe nuk është thënia se ne jemi të pamajshëm dhe nuk jemi shpirtëror. Në qoftë se ne ndjejmë këto impulse. Si që e thash më herët, ne të gjithë kemi emocione, në qoftë se dikush na lëndon neve, është natyrore që të ndihesh i ofenduar. Unë nuk mundohem që të ju them juve se ju nuk duhet të keni ndjesi ose asnjë lloj ndjesie, sepse ne të gjithë i kemi këto emocione, sepse Zoti ashtu na krijoi. Ajo që them unë është se ti nuk duhet që të lejosh veten të jesh në kontrollin e këtyre emocioneve. Ti nuk duhet të veprosh në këto emocione. Është një fjalë tjetër e cila thotë, duhet të jesh i zemëruar, por nuk duhet të bësh mëkat. Është okay që të ndjeni emocionin e zemërimit, por mos veproni me këtë zemërim. Është okay të ndihesh i ofenduar nëse dikush të lëndon ty. Mos qëndroj ofenduar, mos e mbaj këtë zemërim. Është okay të ndihesh i dekurajuar ndonjëherë. Vetëm mos qëndro dhe mos rri në këtë dekurajim. Mos e lejo të kontrolloj ty. Pa marrë parasysh se sa mund të jemi të pjekur. E asnjëherë s'do të arrim tek pika kur nuk do t'i kemi këto impulse emocionale, sepse kjo është pjesë e jetës. Çelësi këtu është që mos të dorëzohemi në këto emocione dhe mos të veprojmë nën këto impulse. Le ta ndjekim mençurinë dhe jo të ndjekim emocionet tona. E shikoni, ndjenjat kanë shumë pak të bëjnë me urtinë.
dhe emocionet tona gjithmonë do të na urdhërojnë neve që të marrim vendime të shpejta. Në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm dhe veprojmë nën këto impulse emocionale, atëherë do të marrim vendime të këqija për të cilat do të pendohemi më vonë. Më e mira që mund të bëjmë është se kur ne i ndjejmë se si këto emocione te kalojnë atë kush jemi ne duhet të shkojmë një hap pas dhe të marrim frymë. Mos lejo asnjëherë të marrësh ndonjë vendim madhështor kur emocionet e juaja nuk janë në balans. Për shembull, ti ke një zëng të madhe me bashorten ose bashortin tënd dhe mund ta ndjesh se si emocionet tua janë duke të tejkaluar dhe mund të ndjesh shumë nga këto impulse që janë të zakonshme. Dëgjoj pak. Para se ju të veproni mbi këto emocione dhe të thoni diçka që nuk duhet ta thoni ose të bëni diçka që nuk duhet ta bëni, tani duhet të ecni një hap pas dhe të pushoni 15. Dil jashtë shtëpisë, ndrysho atmosferën, qetësohu dhe dëgjoj arsyet, dëgjoj urtin. Mos lejo të jesh nën kontroll të këtyre impulseve. Dhe pastaj bëje atë që ti mendon se është mirë. Të falësh, të duash, të jesh një paqësor, të bësh më të mirën, që ta mbash harmoninë në shtëpinë tënde. Kjo do të thotë kur të shkosh në një dyqan dhe të shoqërosh një fustan shumë të bukur ose një çantë shumë të bukur dhe të jetë i fundit fustani dhe ti të duash ta blesh shumë atë, tani këtu në këtë pikë mos ndiq emocionet që të sjellin këtë vendim. Mos u ngec në këtë nxehtësi të momentit. Vetëm dil nga aty dhe thuaj edhe çfarë do të kthehem për gjysore. Dhe pastaj dëgjoje mençurinë tënde. Nëse ende ndihesh mirë se ti duhet ta blesh këtë fustan, pasi ke menduar mirë, atëherë mund të kthehesh dhe ta blesh fustanin. Mos merr vendime emocionale për të cilat ti do të pendohesh më vonë. Mbajeni mend se mençuria, urtia gjithmonë pret. Urtia, mençuria mendon për pasojat. Kur ne vendosim në shpejtësi nga emocionet, është normale që të mendojmë e gjitha që mendojmë është të mendojmë për atë se si ndihemi tani. Ndoshta mua më pëlqen shumë ky fustan, por më vonë ndoshta do të më duan ata para që të paguaj ndonjë borxh. Ndoshta tani unë dua që ta shaj postin tim, mirë po më vonë nuk do të kem punë më. Ne duhet të mësohemi që të ndjekim vetëm urtin dhe jo ndjenjat tona. Disa njerëz në ditët e sotme i lejojnë emocionet e tyre që t'ju shkaktojnë atyre të mos jenë të sinqertë në martesën e tyre. Ata kapen në nxehtësinë e momentit, nuk e ndëgjojnë në mençurinë, nuk e ndëgjojnë arsyen dhe ata përfshihen në të gjithë këto pjesë, dinë se nuk duhet të përfshihen dhe trajtojnë bashkëshortët ose bashkëshortet e tyre. Po e di çfarë Mimoza, unë nuk i kam ndjesitë e njëjta që i kam patur për bashkëshorten time ose për bashkëshortin tim. Nuk e ndjej atë cicë më. Dëgjoj, nuk ka rëndësi. Ti ke dhënë një premtim. Dashuria nuk është ndjenjë, dashuria është vendim. Dhe ti thua Mimoza, e di çfarë, po e di sa shumë më tërheq një femër tjetër, sepse ajo përshtatet kërkesave të mia. Ai më kupton mua, ajo tjetra më kupton mua. Dhe ti duhet ta njohësh se kush e bën këtë tërheqje. Nuk e bën Zoti. Sepse Zoti nuk do të ju largoj juve nga bashkëshorti ose bashkëshortja juaj. Dhe është një thënie tjetër e cila thotë se ne jemi të sunduar nga dëshirat keqbërëse. Me fjalë të tjera, ju vetëm veproni me ato impulse emocionale. Ju vetëm i dorëzoheni trupit tuaj. Ju mund të mendoni se tani është mirë, por më vonë ju do të paguani një çmim shumë të rëndë. Kjo mund të ju kushtoj juve shumë dhimbje të mëdha.
Është një thënie tjetër që është të ikësh nga e keqja. Në qoftë se je në atë situatë, duhet të ikësh nga kjo gjendje sot dhe të jesh i ndershëm dhe i sinqert me bashkëshortin ose bashkëshorten tënde. Sepse duhet të jesh person i premtimeve, duhet të jesh person i fjalës, duhet të kesh pak integritet dhe të bësh gjërat e duhura. Shumë njerëz sot ata përdorin këtë arsyetim. Unë nuk i ndjej të njëjtat ndjenja që i kam ndjerë për bashkëshorten time. Dhe kjo është me të vërtetë e vështirë. Unë me bashkëshortin tim jemi të martuar për 16 vite dhe jemi bashkë 25 vite. Dhe unë e dua të më shumë sot se sa që e kam dashur në kohën kur jam njohur me të. Por mund të ju tregoj se nuk janë ndjenjat e njëjta. Ndjenjat shkojnë dhe ndjenjat vinë. Sepse kur isha e re dhe takoja bashkëshortin tim Avniun, unë gjithmonë kisha raje të mëdha të zemrës, gjithmonë kur e shihja atë. Sepse ai ishte shumë i bukur dhe unë e doja shumë. Dhe unë do të bëja çdo gjë që më thoshte ai. Do ta dëgjoja për çdo gjë që ai do të më thoshte të bëja. Dhe unë e dëgjoja dhe gjithmonë kisha raje të mëdha të zemrës kur takoja atë, kur isha me të, dhe pastaj u martuam. Dhe këto ndjenja ndoshta zgjatën edhe disa dita, po disa vite, por seriozisht, edhe pse ne jemi të lumtur në martesë, e vërteta është se mua nuk më rre zemra gjithmonë kur e shoh. Dhe asaj nuk ka raje të mëdha të zemrës kur më sheh mua. Ndjenjat shkojnë dhe ndjenjat vinë. Ndonjëherë është emocionuese, ndonjëherë është një rutinë. Po kjo nuk ka rëndësi për ne. Ne kemi vendosur, ne kemi premtuar njëri tjetrit. Ne duhet të qëndrojmë këtu për një kohë të gjatë. Dhe ju duhet ta bëni të njëjtën gjë. Mjaft jetuat nga ndjenjat e juaja. Dhe bëjeni atë që është e duhura, që të përmirësoni marrëdhëniet martesore. Unë do t'ju tregoj se çfarë duhet të bëni. Filloni të trajtoni bashkëshorten tuaj më mirë se kurdoherë, ose bashkëshortin tuaj. Filloni që të trajtoni atë me më shumë respekt, me më shumë sinqeritet. Dil nga veçja yte dhe bëj gjëra të mira për ata. Dhe ju do ta shikoni se si martesa juaj do të fillojë të përmirësohet. Mos u zë në nxehtësinë e momentit. Dhe të jesh i përfshirë në të gjithë këto area ku e di shumë mirë se nuk duhet të jesh. Armiku gjithmonë do t'ju thotë se bari është më i gjelbërt në anën tjetër. Por asnjëherë mos haro, sepse edhe ai bar përsëri duhet të kositë. Dhe tani, Zoti na dha jetën tonë dhe do të na ndihmojë dhe do të na japë të gjithë bekimet tona. Në qoftë se ne do të sundojmë emocionet tona, në qoftë se ne do të piqemi, do të jetojmë në pjekuri, në mençuri, në zgjuarsi, të jemi të qëndrueshëm, stabil, dhe në asnjëherë do të arrijmë saktë tek ajo që na përket. Do të ju sfidoj edhe një herë sot. Mos jetoni nga ndjenjat e juaja. Mos lejo trupi të jetë një diktator në jetën tënde. Ndiqje mençurinë. Mbaj mend, është okay të ndjesh këto emocione, por vetëm mos vepro me ta. Mos lejo që ata të kontrollojnë. Mençuria gjithmonë pret. Mos lejo emocioni të marrë vendime për ju. Zoti do të nxjerrë të mirën në jetën tënde, por ti duhet ta bësh pjesën tënde dhe të rritesh më. Po marr parasysh sa nuk ja dole. Dhe tani, e tutje, pasi ta keni dëgjuar këtë, nuk dua që të shkoni dhe të ndjeni një faj, por dua të ndjeni një sfidë. Të thoni se unë do të vendos tani, se prej sot e tutje, unë do të bëhem më i mirë. Unë do të urdhëroj emocionet e mia. Do ta mbash trupin poshtë dhe nuk do të jetosh nga ndjenjat e tu. Në qoftë se do ta bëje këtë, Zoti do të dërgoj një hap përpara. Ai do të ju dërgoj në nivelet e reja të fitoreve. Tani ju do ta përjetoni tërësinë e asaj që Zoti ka për ju. Zoti ju bekoft. Tani unë dua që të ju them një gjë. Dua që ju ta gjeni dashurinë, ta gjeni paqen, ta gjeni të vërtetën. Vetëm ktheuni nga Zoti dhe thoni: Zoti i madh, të kërkoj që të vish në zemrën time dhe të ndjeni atë dashuri të madhe që ka Zoti për ne.
dhe të besoni se ju mund ta filloni jetën tuaj nga e para. Dhe gjithmonë mbajeni Zotin numër 1 në jetën tuaj. Sepse Zoti do t'ju dërgojë në vendet që as e keni imagjinuar. Unë ju dua shumë dhe unë besoj se Zoti do të sjellë më të mirën për ju.